Familjarja Sula, një studente shqiptare që jetonte në Itali, u gjete vrarë në një zonë të pyllëzuar pranë bashkisë së Polit në Itali. Ishi dashuri i saj, një 23 vjeçar Filipina, se ka pranuar autorësinë e krimit. Banorët e fshatit Dushk në Lushnjë mlodhën parat për të shtruar rrugën dhe i dorëzuan në komunë. Ata thonë se nuk e din se ku shkuan parat dhe se rruga nuk është shtruar ende, edhe pse kanë kaluar më shumë se 5 muaj. Tregu i Lushnjës nuk ka shitës fruta perimesh pasi ata kanë mbyllur tezgat e tyre për shkak se nuk ka më blerës. Shtresa më e prekur nga rritja e çmimeve është mosha e tretë. Gjermania për herë të parë pas luftës së dytë botërore ka vendosur të dërgojë trupa jashtë kufive për të mbrojtur nga kërcënimi i vazhdueshëm i Vladimir Putinit. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV. Një denoncim ka ardhur në redaksin ton që tregon absurditetin që po përdor Ministria e Mbrojtjes ndaj emigrantëve që duan të rikthehen në shtetësinë shqiptare pas ndryshimit të legjislacionit gjerman mbi 2 shtetësinë. Emigrantja tregon se i kërkohet një certifikat personale dhe familjare nga Gjermania, ndërkohë që ajo ka lindur në Shqipëri. Një denoncim ka mbërritur në redaksin ton nga një zonjë e cila punon dhe jeton në Gjermani prej 25 vitesh. Ajo ka ndarë përvojën e saj të vështirë në përpjekje për të rimarrë shtetësinë shqiptare, një proces që në vend të lehtësohet është shndërruar në një pengesë burokratike absurde. Që nga data 2 korrik 2024, Gjermania ka ndryshuar ligjin duke lejuar 2 shtetësinë. Për këtë arsye, shumë emigrantë shqiptar, të cilët ishin detyruar të hiqnin dorë nga shtetësia shqiptare për të marrë ato gjermane, kanë nisur procedurat për rikthimin e saj. Por siç tregon ajo, realiteti i ka qenë shumë i vështirë nga sa pritej. Ajo ka ndikur të gjithë hapat e kërkuar, ka marrë nga ambasada shqiptare e Berlinit listën e dokumenteve të nevojshme, përfshirë certifikatën e lindjes, familjare dhe dëshminë e penalitetit nga Shqipëria. Pasi i ka përkthyer në Shqip dhe dorëzuar në ambasadë, i është thënë se gjithçka është në rregull dhe do të dërgohej në Shqipëri për shqyrtim. Por lumturia nuk zgjati shumë, thot ajo. Dokumentet e saj u kthyen mbrapsht nga Ministria e Brendshme me arsyetimin se duhet të dorëzoj certifikatën e lindjes edhe atë familjare nga Gjermania. Kjo kërkesë është absurde, pasi ajo nuk ka lindur në Gjermani dhe për këtë arsye gjendja civile gjermane nuk mund të lëshojë këto dokumente. Kam kontaktuar me Ministrinë e Brendshme shqiptare për të shpjeguar situatën. Përgjigjja që mora ishte: "Kështu është urdhri i qeverisë dhe e dim që nuk ju a japin atje. Çfarë duhet të bëjmë, unë dhe shumë të tjerë si unë? Kur shteti shqiptar në vend që të na lehtësojë procedurat, vetëm i ndërlikon ato." Denoncuesja shpreh gënjimin e saj dhe hedh dyshime se e gjithë kjo është thjesht një show i qeverisë shqiptare për të krijuar idenë se emigrantët janë të mirëpritur, ndërkohë që në realitet vendosen barriera të pajustifikueshme. I bëj thirrje kryeministrit ta rishikojë edhe një herë këtë ligj, i cili u nxorr posaçërisht më 20 nëntor të vitit të kaluar, për të penguar ne emigrantët që të rimarrim shtetësinë shqiptare, thot ajo. Ky rast ngre pikpyetje serioze mbi qasjen e shtetit shqiptar ndaj emigrantëve, të cilët pavarësisht kontributit të madh në ekonomi përmes dërgesave financiare, përballen me një trajtim të padrejtë kur duan të rifitojnë të drejtën e tyre themelore, shtetësinë shqiptare. Banorët e fshatit Dushk në Lushnjë prej kohësh presin që rruga e fshatit të shtrohet. Ata kanë komunikuar me kryetarin e komunës, i cili ka bërë të ditur se as komuna dhe as bashkia nuk kanë fonde, ndaj duhet ta shtrojnë rrugën me paratë e tyre. Por pasi banorët kanë mbledhur paratë dhe i kanë dorëzuar në komunë, ato janë zhdukur dhe rruga ka mbetur në gjendje të mjerueshme. Rruga e fshatit Dushk në Lushnjë është në gjendje të degraduar prej kohësh, që nga muaji nëntor banorët janë detyruar të ndërhyjnë vetë dhe të mbulojnë disa pjesë të rrugës me zhavor, por gropa dhe defektet e tjera po bëheshin shqetësuese. Megjithatë, edhe pas kësaj përpjekjeje, rruga mbeti në një gjendje të keqe. Mungesa e ndriçimit gjatë natës e bën këtë rrugë të rrezikshme për të ecur vetëm, edhe pse banorët kanë kërkuar disa herë ndërhyrje, nuk është marrë asnjë masë konkrete. Ata thonë se janë marrë vesh me kryetarin e komunës, Afrim Dedej, i cili ka pohuar se bashkia dhe komuna nuk kanë fonde për të rregulluar rrugën. Si rezultat, banorët kanë kontribuar me shuma që variojnë nga 5.000 deri në 10.000 lekë të reja për të financuar punimet vet. Madje një familje ka dhuruar 300 euro për të ndihmuar në shtrimin e rrugës. Megjithatë, pasi kanë kaluar 4 apo 5 muaj, rruga ende nuk është shtruar dhe banorët nuk e kanë ide se ku shkuan paratë që u mblodhen. Përshëndetje, kjo është gjendja rrugës Remondi në fshatin Dushk të Lushnjës. Para disa muajsh janë detyruar banorët e zonës që të rregullonin një pjesë të rrugës me zhavor, edhe pse ka shumë gropa, por edhe pse u munduan, prap rruga është në këtë gjendje. Në natë nuk ka asnjë lloj ndriçimi dhe është shumë e rrezikshme të ecësh vetëm. Në këtë rrugë nuk është vendosur asnjëherë dorë apo të bëhet ndonjë përpjekje për ta rregulluar.
Banorët e zonës kanë bërë një marrëveshje me kryetarin e komunës Afrim Dedej, sepse i ka thënë që bashkia dhe komuna nuk kanë fonde që ta rregullojnë, kështu që banorët ranë dakord bashkë me kryetarin e komunës që të fusin lek në mënyrë që të rregullohej ajo rrugë dhe prap asgjë nuk është bërë deri më tani. Shuma që kanë futur familjet janë 5.000 deri në 10.000 lekë të reja. Nuk e di nëse Riselda Sefa ka informacion për këtë veprim nga kryetari i komunës, por do të ishte mirë që të merren masa nëse i duan ato vota përsëri. Nuk di më shumë, por thjesht i kanë futur lek, i ka mbledhur një person tek të gjitha familjet në atë zonë dhe i ka dorëzuar në komunë. Një familje ka futur 300 euro që të rregullohet rruga, por edhe pas 4 apo 5 muajsh, asgjë nuk është rregulluar. U është thënë që rruga do të ushtrohet, por sërish është në këtë gjendje. Ilaria Sula, një 22 vjeçare shqiptare, është gjetur e vdekur ditën e sotme në një zonë të pyllëzuar pranë bashkisë së Polit në Itali. Ajo ishte zhdukur që prej datës 25 mars dhe autori i krimit është ishi dashuri i saj, Mark Simpson, një 23 vjeçar Filipinas. Ilaria Sula, studentja 22 vjeçare shqiptare e cila rezultonte e humbur që prej datës 25 mars, është gjetur e vdekur. Mëngjesin e sotëm në të gdhir, trupi i studentes u gjet në një zonë të pyllëzuar në fund të një proske pranë bashkisë së Polit brenda një valixheje. Hetimet e policisë në Rom dhe komisariati i policisë në San Lorenzo janë fokusuar në historinë e dashurisë që ajo sapo kishte përfunduar me një djalë Filipinas. I riu, sipas asaj që mësohet, ka treguar se për herë të parë janë takuar në një parking në Via Homs, por hetuesit kanë dyshime dhe shtetasi Filipinas është arrestuar. Ilaria Sula ishte zhdukur prej një jave. Ajo kishte dalë mbrëmjen e 25 marsit, pasi kishte shkëmbyer disa mesazhe në celular me dikë, ndoshta me djalin Filipinas. Nga celulari i Ilarias, dikush u përgjigjej mesazheve derisa ra heshtja totale. Nëna dhe babai i vajzës kishin bërë kallëzim për një person të zhdukur në komisariatin e San Lorenzos. Ilaria ishte studente statistike në Universitetin La Sapienza. Ajo nuk ishte marrë rroba apo produkte grimi me vete, pasi ndoshta nuk ishte në plan të qëndronte larg shtëpisë për një kohë të gjatë. Miqtë dhe kolegët e universitetit kishin përhapur thirrje për zhdukjen e saj në rrjetet sociale. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg çiftin irlandez që vodhi shumën e 41.000 eurove para një jave në zonën e plazhit. Ata tentuan të arratiseshin drejt malit të zi, por kur e kuptuan se ishin identifikuar, dorëzuan çantën me para në policinë e Shkodrës. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg çiftin irlandez që vodhi 41.000 euro para pak ditësh. Gjykatësja ka vendosur masën arrest me burg për burrin dhe masë alternative për bashkëshortën të paguajë garanci 5.000 euro brenda 5 ditësh. Nëse ajo nuk paguan si garanci këtë shumë, masa e sigurisë për të do të ndryshojë me detyrim paraqitjeje 2 herë në muaj pranë oficerëve të policisë gjyqësore deri në përfundim të hetimeve. Kujtojmë se pak ditë më parë, çifti irlandez u mori 41.000 euro fëmijëve që kishin gjetur këtë shumë në një çantë në lagjen numër 13 të Durrësit, me pretekstin se ishte çanta e tyre. Pasi morën çantën, çifti u nis në drejtim të malit të zi, kur kuptuan se ishin zbuluar nga policia, e dorëzuan çantën me para në policinë e Shkodrës. Në tregun e frutaperimeve në Lushnjë ka mbetur një numër i vogël tregtarësh, ku më shumë se 50% e tezgave janë bosh. Ata thonë se nuk ka blerës për shkak të çmimeve të larta dhe se shtresa më e prekur është mosha e tretë. Tregu i frutaperimeve në Lushnjë po përjeton një krizë të rëndë. Tregtarët po e braktisin një nga një, ndërsa tezgat bosh tregojnë një realitet të zymt. Njerëzit thjesht nuk kanë para për të blerë. Nga një vëzhgim i kryer, më shumë se 50% e tezgave janë bosh. Ata tregtarë që ende qëndronin aty ankohen përfitime minimale dhe mungesë klientësh. Kemi 25 vite në këtë treg, por kur nuk ka qenë kaq keq. Njerëzit kanë ikur jashtë, ata që kanë mbetur s'kan para. Çmimet janë të shtrenjta, por kush ka lek për t'i blerë? Thot një tregtar. Një tjetër është tonë, qëndroj gjithë ditën në të ftohtë dhe bëj vetëm 2.000 ose 3.000 lekë xhiro. Njerëzit vinë, shohin dhe i largohen duar bosh. Çmimet e produkteve bazë kanë arritur nivele të larta, duke bërë që konsumatorët të mendojnë 2 herë përpara se të blejnë. Domatet me 160 lekë për kilogram, patatet 80 lekë për kilogram, specat 140 lekë për kilogram. Pensionistët janë ata që e ndjejnë më shumë këtë krizë. Me pension 10.000 lekë çfarë të blejmë? Mora vetëm pak kunguj, se më shkuan 250 lekë ankohet një qytetare. Një vit më parë, për rikonstruksionin e tregut të Lushnjës, u shpenzuan mbi 45 milion lekë. Por sot tregu i ri është bosh. Ka qenë ky një investim i suksesshëm apo thjesht një fasadë pa ndonjë ndikim real? Ndërkohë tregtarët e mbetur pyesin veten, a do të ketë një zgjidhje apo thjesht po numërojnë ditët e fundit të biznesit të tyre?
Për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, Gjermania do të dërgojë trupa jashtë kufive për të forcuar krahun lindor të NATO-s kundër kërcënimeve të vazhdueshme të Vladimir Putinit. Gjermania ka marrë një vendim historik duke dërguar trupa jashtë kufive të saj për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Në një lëvizje të paprecedent, Berlini ka nisur vendosjen e një brigade të blinduar prej 5.000 trupash në Lituani për të forcuar mbrojtjen e krahut lindor të NATO-s kundër kërcënimit të vazhdueshëm të Vladimir Putinit. Gjatë dekadave të pas luftës, Gjermania ka ruajtur një qëndrim paqësor dhe ka shmangur militarizmin duke pasur parasysh të kaluarën e saj historike. Megjithatë, agresioni i hapur i Rusisë gjatë 3 viteve të fundit duket se ka detyruar qeverinë gjermane të ndryshojë rrënjësisht politikën e saj të mbrojtjes dhe të ndërmarrë hapa konkret për të mbështetur aleatët e saj. Nisja e re, e quajtur Brigada e 45 e blinduar, u aktivizua zyrtarisht në një ceremoni pranë kryeqytetit lituanez Vilnius. Brigadier General Christoph Huber, i cili do të drejtojë misionin, deklaroi: "Kemi një mision të qartë, të sigurojmë mbrojtjen, lirinë dhe sigurinë e aleatëve tanë lituanez në krahun lindor të NATO-s. Në këtë mënyrë, mbrojmë gjithashtu territorin e NATO-s dhe Gjermanin." Lituania, ndonse kufizohet drejt për drejt me territorin kryesor të Rusisë, ndodhet përballë 2 zonave strategjike ruse, enklavës militarizuar të Kalingardit dhe kufirit të gjatë prej gati 700 kilometrash me Bielorusin, aleaten më të ngushtë të Putinit. Për këtë arsye, vendi konsiderohet si një nga më të rrezikuarit në Balltik, së bashku me Letonin dhe Estonin. Edhe pse ka një konflikt të drejtë për drejtë mes Rusisë dhe Lituanisë, Moska duket se ka ndërmarrë veprime të fshehta për të destabilizuar vendin. Autoritetet lituaneze kanë zbuluar një komplot të sponsorizuar nga Rusia për të sulmuar një dyqan IKEA në Lituani, vetëm sepse logoja e tij ka të njëjtat ngjyra si flamuri i Ukrainas. Gjithashtu Rusia dyshohet se ka vendosur eksploziv në një avion transporti të DHL-s që udhëzua në Vilnius. Dërgimi i trupave në Lituani përkon me një ndryshim të madh në politikën e mbrojtjes së Gjermanisë. Parlamenti gjerman ka miratuar një fond prej 420 miliardë poundësh për infrastrukturën ushtarake, duke hequr kufizimet e mëparshme për shpenzimet e mbrojtjes. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë me Ruta Kofshi.